Në Shqipëri, të mendosh ndryshe është ende një dënim i heshtur. Ka vende ku njeriu gjykohet nga puna, nga ndershmëria, nga mendimi, nga aftësia për të kundërshtuar padrejtësinë pa u përkulur. Dhe ka vende, fatkeqësisht, ku këto cilësi nuk të hapin rrugë, por të mbyllin dyer. Shqipëria e sotme, për shumë njerëz të ndershëm, të kthjellët dhe të pavarur, vazhdon të jetë pikërisht ky vendi i dytë, një realitet ku të mendosh ndryshe, të flasësh drejt, të mos jesh servil, të mos kesh të ser partije në xhep dhe të mos pranosh të hysh në lojën e përuljes, është bërë jo vetëm e vështirë, por shpesh e rrezikshme për mbijetesën shoqërore, profesionale dhe njerëzore. Ky është një nga dramat më të mëdha të Shqipërisë moderne dhe ndoshta një nga më të heshturat. Sepse nuk shfaqet gjithmonë me burg, me ndalim, me censur klasike. Jo. Sot ndëshkimi është më i rafinuar, më i heshtur, më i shpërndar në të gjitha qelizat e jetës publike. Të mbyllet dera e punës. Të hiqet e drejta për të marrë pjesë. Të përjashtojnë nga rrethi. Të injorojnë. Të lënë mënjan. Të bëjnë të kuptosh, pa ta thënë drejt për drejt, se nëse nuk buzëqesh aty ku duhet, nëse nuk duart roket kur duhet, nëse nuk përulesh para emrit, logos, partisë, zyrtarit apo shefit të radhës, atëherë Shqipëria zyrtare nuk ka vend për ty. Dhe kështu jeta e njeriut të drejt nis të ngushtohet. Jo sepse ai është i paaftë. Jo sepse nuk di. Jo sepse nuk punon. Por sepse nuk pranon të shes shpirtin për një vend pune, për një emërim, për një kontratë, për një favor, për një afërsi politike. Kështu krijohet ajo ndjesja e tmerrshme që shumë shqiptarë njohin mirë, sikur jetojnë brenda një kubeje të mbyllur, pa derë e pa dritare. Merr frym, por jo lirisht. Lëviz, por jo i lirë. Jeton, por jo me dinjitetin që meriton. Në Shqipëri, për shumë vite me radhë, është fushir dhe kultivuar një model i rrezikshëm, modeli i njeriut që nuk ecën përpara nga merita, por nga bindja, jo nga integriteti, por nga tesera, jo nga puna, por nga lidhja, jo nga mendimi, por nga servilizmi. Dhe ky model, kur bëhet norm, vret më shumë se shpresën individuale. Ai dëmton vetë shtetin. Sepse një vend nuk rënohet vetëm nga vjedhja e parave publike, por edhe nga ngritja sistematike e mediokritetit dhe shtypja e njeriut të aftë. Një shoqëri ku mbijeton servili dhe përjashtohet i drejti, nuk është thjesht një shoqëri e padrejtë. Është një shoqëri që punon kundër vetes. Sepse servili nuk ndërton. Servili përshtatet. Servili nuk thot të vërtetën kur duhet. Ai e mbulon. Nuk kundërshton kur sheh gabim. Ai hesht. Nuk ngre standard. Ai ul kokën. Dhe sa më shumë hapësirë i jepet këtij tipi njeriu, aq më shumë shteti, institucionet, administrata, jeta publike dhe vetë kultura qytetare mbushen me frikë, falsitet dhe hipokrizi. Në këtë klim, shqiptari që mendon ndryshe kthehet pothuajse në të huaj brenda vendit të vet. Ai e do Shqipërinë, por Shqipëria zyrtare nuk e do atë. Ai do ta shoh vendin të ecë përpara, të bëhet më i drejtë, më i ndershëm, më europian në kulturë shtetërore dhe jo vetëm në fjalime, por përballë gjen një mur të ngritur nga militantizmi, klientelizmi dhe ignoranca agresive. Dhe kjo është tragjike. Sepse njeriu që e do vendin e vet me sinqeritet, që kërkon ta shohë më të mirë, duhet të ishte pasuria më e madhe e kombit. Në Shqipëri, shumë shpesh, ai trajtohet si problem. Në vend që të dëgjohet mendimi i lirë, ai sulmohet. Në vend që të promovohet profesionalizmi, ai anashkalohet. Në vend që të vlerësohet kritika e ndershme, ajo etiketohet si armiqësi. Dhe kështu krijohet një rend i mbrapsht ku nuk fiton më ai që ka vizion, por ai që di të rrijë më pranë pushtetit, nuk ecën më ai që ka karakter, por ai që di të ndryshojë fytyrë sipas partisë, nuk mbijeton më i drejti, por ai që e pranon poshtërimin si metodë jetese. Kjo është arsyeja pse shumë shqiptarë ndihen të lodhur, të bllokuar, të pashpresë. Jo vetëm nga varfëria ekonomike, por nga varfëria morale e sistemit. Sepse është një lodhje më e thellë kur kupton se mund të jesh i ndershëm, i zoti, i kthjellët, patriot, punëtor dhe prapë të mbetesh në vend numero, ndërsa përpara teje kalojnë të paaftët me teser, militantët me zhurmë dhe servilet me buzëqeshje të stërvitur. Kjo nuk është vetëm padrejtësi individuale. Kjo është pengesë kombëtare. Sepse asnjë vend nuk bëhet serioz kur e ndërton administratën, politikën, median, arsimin apo ekonominë mbi servilizëm. Asnjë komb nuk përparon duke e kthyer partinë në çelës për çdo derë. Asnjë shtet nuk ecën përpara kur i thot qytetarit, mendo sa të duash, por po nuk u përkule, nuk kalon. Në Shqipëri, problemi nuk është thjesht se ka partijak. Kjo ndodh kudo. Problemi është se partjakëria shpesh është zëvendësuar me qytetarinë. Tesera është ngritur mbi meritën. Bindja ndaj partisë është bërë më e rëndësishme se bindja ndaj ligjit, ndaj profesionit, ndaj së mirës publike. Dhe kur kjo ndodh për vite të tëra, pasoja është e qartë, vendi ngec, shoqëria polarizohet, rinja largohet dhe i ndershmi ose thyhet, ose largohet, ose hesht. Por pikërisht këtu qëndron edhe pyetja më e madhe, deri kur? Deri kur shqiptari i drejtë do të paguajë çmimin e të qenit i drejtë? Deri kur do të trajtohet si naiv ai që nuk vjedh, si budalla ai që nuk serviloset, si padobishëm ai që nuk futet në rreshtin e partisë? Deri kur do të quhet i vështirë ai që thotë të vërtetën dhe i zgjuar ai që di të përkulet? Shqipëria nuk ka nevojë për më shumë servil. Ka plot.
Nuk ka nevojë për më shumë militantë që ndërrojnë brohoritjen sipas urdhrit. Ka me të pritës. Nuk ka nevojë për më shumë njerëz që mbajnë 2 a 3 tesera partie në mendje, në xhep apo në sjellje. Shqipëria ka nevojë për qytetar, për njerëz të drejtë, për mendje të lira, për burra e gra që nuk e matin veten me afërsinë me pushtetin, por me ndershmërinë me të cilën i shërbejnë vendit. Sepse e vërteta është e hidhur, por duhet thënë, Shqipërinë nuk po e mban prapa vetëm korrupsioni i madh, po e mban prapa edhe servilizmi i përditshëm. Ai servilizëm i vogël, i shpërndar, i normalizuar, që futet në çdo zyrë, në çdo institucion, në çdo garë, në çdo emërim, në çdo mikroklim pushteti. Ai servilizëm që i mëson njeriut se për të ecur nuk duhet të jesh i mirë, por i përdorshëm. Dhe prandaj është kaq e vështirë të jetosh në Shqipëri për shqiptarin e drejtë që mendon ndryshe. Sepse ai nuk lufton vetëm me vështirësitë e jetës. Ai lufton me një sistem të tërë mental që e sheh dinjitetin si pengesë dhe përkuljen si aftësi. Megjithatë, shpresa e vetme e këtij vendi mbetet pikërisht te ata që nuk pranojnë të bëhen pjesë e kësaj kalbëzimi. Te ata që vazhdojnë të flasin drejt. Te ata që nuk e shesin mendimin për një vend pune. Te ata që e duan Shqipërinë jo si pronëpartie, por si atëve. Sepse në fund vendet nuk shpëtohen nga servilet. Ato mund të mbijetojnë për pak kohë me ta, por nuk ndërtohen kurrë prej tyre. Vendet shpëtohen nga njerëzit që edhe kur u mbyllen dyert vazhdojnë të mos gënjejnë, që edhe kur mbeten vetëm vazhdojnë të mos përkulen, që edhe kur sistemi i shtyn në cep vazhdojnë ta duan vendin më shumë se pushtetin. Kjo është drama e Shqipërisë, por edhe shpresa e saj. Sepse për sa kohë ka ende shqiptarë që mendojnë ndryshe, që mendojnë drejt, që nuk pranojnë të bëhen vegël, ende nuk ka humbur gjithçka.